Territori shqiptar për datën 12 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit dhe kthjellime të her pas hershme në zonat bregdetare. Paraditja do të jetë me vranësira dhe reshje shiu në zonat qendrore dhe lindore, ndërsa në Bregdet priten intervale me diell. Pasditja vijon me mot të paqëndrueshëm dhe reshje lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 26 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:18 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:56 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 14 deri në 21 gradë Celsius, Kukës 12 deri në 20 gradë Celsius, Peshkopi 12 deri në 20 gradë Celsius, Tiranë 17 deri në 24 gradë Celsius, Durrës 16 deri në 21 gradë Celsius, Kavaj 15 deri në 22 gradë Celsius, Elbasan 16 deri në 24 gradë Celsius, Berat 15 deri në 26 gradë Celsius, Korç 10 deri në 19 gradë Celsius, Vlorë 19 deri në 25 gradë Celsius, Gjirokastër 15 deri në 22 gradë Celsius, Sarandë 16 deri në 23 gradë Celsius.